Mirëmbrëma të dashur miq. Shumë shpejt po kalon një javë dhe ja ku po takohemi sërish bashkë me emisionin tuaj të preferuar prive. Si çdo javë tjetër edhe këtë herë ju kemi sjellur materiale nga më të lloj-llojshmet. E sonte do e nisim me storyn e parë për këtë mbrëmje, e cila flet për rapin apo hip-hopin. Ne të gjithë tashmë e dimë që daton që nga vitet e 60-ta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ajo çfarë na intereson neve janë reperët tanë. Në vazhdim materiali ju shpalos më shumë detaje, historiatin e dy prej labelave më in, e ata janë Baba Stars dhe Pint. Si e filluan karrierën dhe ku janë tani, e ndjekim bashkë materialin në vazhdim. Rapi është rrymë e muzikës shumë e përhapur dhe popularizuar në vendin tonë. Kjo muzikë ka përardhje nga kultura afroamerikane, filloi të përhapet nga fundi viteve 1960 në qytetin e New Yorkut. DJ të cilën diskoteka lëshonin muzikën rap që po përhapi me një frymë të jashtëzakonshme. Lëshonin edhe fjalët me prapaviju se fjalë qesharake të drejtuar dikujt që të nxjesin një lloj lufte mes vete, në gjuhën e rrugëve në të shprehur. Atë bënin me rima dhe me ritëm të muzikës. Historia hip-hopit kosovar është e pasur në secilin aspekt që e bën për të qenë një muzikë vërtet rruge. Filluan grupe të ndryshme si Ritmi i Rrugës e reper të pavarur si MC Beka. Por sot e gjitha ka ndryshuar. Kur bëhet fjalë për këtë muzikë, menjëherë na paraftyrohen dy labellat MNZ kosovar, Baba Stars dhe Pint. Edhe këta të dy patën historinë e vetë që kur filluan, këngët, klipet, bifat, disat, jetesa dhe gjithçka tashmë është ndarë në kanalet që sot ecin në ujërat e tyre. Pas 2 vitesh lindi ideja që të formojë një rap klan. Kjo ide dhe u realizua dhe u formua klani i quajtur Kosova Outlaws Clan. Me formimin e këtij klani filloi edhe bashkëpunimi me grupe tjera. Ky ishte një hapëri për ripërtrimin e tingullit 3. Më pas pësoi edhe bashkëpunimi me Ethno Angjuit, me të cilët grupi ishin edhe shok të mirë. Tingulli 3 me një aktivitet të fuqishëm dhe të fortë dhanë maksimumin për të qenë ata që janë sot. U realizua dhe albumi i parë i titulluar Prishtina F***ing City, ku bënin pjesë këngë të reja, por edhe disa të vjetra. Vazhduan bashkëpunimet në vite mëtej. Emri i grupit u ndryshua në Tingulli Trend. Në vitin 2005 erdhi bashkëpunim me 2x2 me këngën Prishtina Li. Pastaj u realizua albumi i Trend, ku bën disa bashkëpunime me këngëtarët e estradës të asaj kohe si Fatime Kosumi, Elvana Gjata, Genta Ismaili, Soni Malaj, Skills, Lyrical Sun, Chaos, Dëmpizhi, DJ Blunt, Real Nja, Tuna dhe së fundmi Ermal Fizullahu. Albumi më i suksesshëm ishte Pika për vesh, që u realizua në vitin 2008. Sot Tingulli Trend është i përbën nga Getuar Selimi dhe Agon Sulejmani, ndërsa Baba Stars është nga dyshja paraprake, Skivi a.k.a. Visar Shala, Kozman a.k.a. Ylber Abdullahu, Majku dhe Onati. Pint, a.k.a. për inatit njëri tjetrit, është grupi krijuar në vitin 2010 si shtëpi rekorduese artistëve të ndryshëm, prej atyre që sot janë fytyra dalluese të rapit. Për herë të parë u zyrtarizua më 16 gosht 2011 duke lançuar albumin e MC Kresha on Lyrical Sun për inatit njëri tjetrit. Festi Marifi është nga Prishtina, është një nga më të suksesshmit e hip-hopit shqiptar. Filozofia e novkës së tij ka të bëjë me profesorin e anglishtës në shkollën fillore, ku në fletorin e reperit ai la komentin Nice Lyrics Festim. Dhe këtu lindi ideja e emrit Lyrical Sun. I vogli madhe Lyrical Sun prezanton. Eksperienca e parë në muzikë vjen në vitin 93 me këngën Papa Was a Rolling Stone, bashkë me shokët e fillorës. Por në vitin 97 Lyrical Sun filloi të shkruajë tekste para rap dhe incizimi i parë profesional erdhi mbas luftës në vitin 99 me grupin Gjurma e Natës. Karriera solo e Festimit nis prej vitit 2005 me Gramophone Entertainment. Temat për tekste Festimi merr nga jeta e përditshme. Sipas tij, kënga më e mirë që ka bërë deri tash është Po pritoj. Albumi i fundit i Festimit është Zima Samshevi ose ndryshe Miza Mazveshi. Ai e zgjodhi pikërisht këtë emër sepse sipas tij është si miza mazveshi për çdo reper në Kosovë. Në album nuk ka bashkëpunim me femra. I gjithë albumi është në shije të Festimit në formën më të mbyllur. Albumi u publikua më 17 gusht 2013 me gjithsej 25 këngë. MC Kresha është një reper dhe autor këngësh. Kreshnik Fazliu, i cili ndryshe njihet si reperi Mitrovica Ali, mbetet një ndër reperët më të kërkuar të kohës së fundit.
Këngët e tij, Lej Flesha dhe bashkëpunimi me anëtarin e grupit TDS Dr. Mike me këngën Lyrical Warfare janë ndër këngët më të dëgjuara në radio dhe televizionet tona. Këngët e tij kanë sukses të madh. Soldier është një bashkëpunim mes MC Kreshës, Lyrical Sound dhe një djaloshi të ri i quajtur Noga. Albumi i tij Patikat e mia është i ndarë në 2 pjesë, ndërkaq i fundit dhe më i suksesshëm mbetet Encyklopedi. Festimi dhe Kresha mbetën fytyra dalluese të labelit Pimp. Antarët tjerë që janë pjesë e ekipës dhe janë në zë si repera janë Bimbima, Ergeni Januar, Nuki dhe normalisht të bashkëpunëtorë të tjerë. Pimp dhe Baba Stars ka një luftë në heshtje, por të gjithë e dim ndaj kujt janë të thëna fjalët në tekstet e labelave. Dikur Lyrical Sound bashkëpunonte me këto Arselimin, apo thënë tingullin e trend. Të dy bashkëpunuan me Genspril Vukaj, e sot 2 reperi kishte bërë këngën hit me tingullin e trend Prishtina Lijom, sot nuk flasin. Gjithashtu, grupi TDS bënte disa duke shpreh atë mlefin në thonjza ndaj Baba Starsave, po sot janë pjesë e këtij labeli. Skellsu bën pjesë e labelit të Getoarit përderisa dikur punonin me Kreshën dhe Lyricalin. Skandalet që ndodhen në jetën e Ledrit e detyruan të braktisë muzikën, por ai u rikthye dhe nuk u bë më kur pjesë e Skellz. E qash më pak e BS. Vazhdoi solo, po pati takime me Pimp dhe la dyshimin që do të bashkangjitet me ata një ditë. Sot këto dy labela i kanë të gjitha rrugët të ndara në dysh, nuk flasin, nuk rrinë në të njëjtin vend, nuk veshin të njëjtat marka, nuk pëlqejnë të njëjtin në ritëm të repit, thjesht urrejnë ekzistencën e njëri tjetrit. Ndoshta një ditë do t'i shohim të zgjasin dorën ndaj njëri tjetrit, apo ndoshta do të mbetet vetëm një dëshirë e shumë prej atyre që dëgjojnë muzikën e tyre. Këtë do e tregoj koha, edhe pse asnjëherë nuk u publikuan arsyet e sakta pse këto dy grupe janë me kaq armiqësi ndaj njëri tjetrit.